Fyra edhe Ariana a bën të lutem 30 sekondat e nitës. Ariana, domethënë presioni për parti politike mos harroni pe publikut është qysh mos me shkuën zgjedhje atë. Se shkuën për jetë në zgjedhje, se shkuën në zgjedhje. Pas gjutur rrejtje, se shkuën në zgjedhje me se s'kem vijat kushtë për kurtin. Po pra presidenti ka me qenë pika parë. Atëherë o Arion, na keni qunë zgjedhje na keni qunë zgjedhje kot për me shkuën ja bu votat një autoritare. Fol me Albinin nuk e ka qenë opozita. Albinin kemi folë 6 vjet. Opozita nuk e ka dërgu vendin në zgjedhje. Normalisht e ka dërgu vendin në zgjedhje. Sepse nuk kanë dashur nisë më të pazare, sepse Vjosa Osmani me Lumirin më nuqe. Nuk kem kërku pjesë, a i ngon debatet politike. A i ngon më debatet politike. Nuk jeni të ndigju, nuk jeni të ndigju. Jo, qysh po dohet Arion të jetu. A mundet me folë për njëna tjetrën? Jo. 30 sekonda duhet me jep një përgjigje. Jo, sepse është rendi. Nuk e ka dërgu vendin në zgjedhje. Ne kemi pas natyrë vetëm 22 deputat. Me 22 deputat nuk ke mundësi as në nënshkrim. Me asë nënshkrime si ke, sepse duhen 30 nënshkrime nga deputet që ti me pas mundësi me e prezentu në kuvend një emër për president. Asë qatë mundësi se kemi pas. Asë një prej partive opozitore. Kur ja u dha mundësin me propozu, a di qa tha dje Bedri Hamza, Arjan, Bedri Hamza dje tha, qysh na ka jep neve presidentin Kurti, edhe na kem jep ati nëse... Nuk na ka dhonë presidentin. Po Bedri Hamza më i tha qysh mundesh... Po ape mërvesh që ka dosh me thonë mes reshtave, apo veç po e dëgjën si përfasisht ka thonë. Dëgjën. Jo. Shfrytëzoj minutajën tem se për më bërtit, nuk jemi këto. Sinqerisht në këtë pjesë, më vjen këtë që me Albin... A bon me alon fjallën pak nitës? Falni, a bon me u lutë? Vetëm pak, 3 sekonda. Unë e kom vetëm politike, Arjan, vetëm politike e kom me Kurti. Politike e kom me Kurtin. Po ju me ama edhe se cilën po falni për minja atjetër s'po ndigjuani. Mirë, faleminderit. Fyra edhe Ariana a bën të lutem 30 sekondat e nitës. Ariana, lutem, faleminderit.